Po i thoja stresit, jam shumë kurioz ta di se si lëti goca, duke qenë se një pjesë e mirë e vëmendjes mediatike është tek marrëdhëniet e tua deri diku të komplikuara që ke patur me femra, si brenda ekranit, si jashtë ekranit, çështje tjetër kjo pastaj. Tani un po vdisja nga kurioziteti si kush është një mesazh tipik ndarje, si e lëti të dashur dhe i dash kohën e botës, ta mendonte, ta hartonte. Përgjithësi që jeni me stresin aktualisht. Po duhet ja ulim pak muzikë, se është shumë mesazh. Okej, do ja ulim zërin muzikës patjetër. Giulia na ndihmon një çik. Dhe ky është momenti i stresit, ja si mund t'ju lë stresin nëse jeni lidhur me të. të. Mesazh, për shembull, datë t'ja çosh një të macë. Nga këto romanet mo? Nga ato të mëdha që domethënë edhe ti të vush për dhaj do qaj shumë pas ti gjeti mesazh. Sa aty është pastaj më dyshe, ky më ka thënë gjithë të mesazh, gjithë këto gjëra. Do thotë që më do po. Është tamam si ato mesazhe turke, filma turke, po ti është nga shkomi. Duke që ka ardhur nga Spanja se ka mendje këtë telenovela ata akoma. Gati. Hajde shihni si ju ndan stresi, ha. Të lutem më fal. Që me vuajtje të rëndë në zemër, po detyrohem të shkruaj këtë mesazh dhe të tregoj realitetin tim dhe të vërtetën që ndjej në zemër për ty. Deshta dhe mundoha të mbaj si fshetësi, por kot nuk munda sepse ndjenjat e zemrës time që kanë më të fortë se vetë dhe unë dhe po mundojnë tërkohen. Nuk e di që po ndodh me mua, a është kjo një dashuri apo vetëm një miqësi e sinqertë. Këtë nuk mund ta kuptoj. Tërkohen vetëm në ty po mendoj. Mesazh shkruaj në një moment shumë të vështirë, kur më së shumti po mendoj për ty dhe jam gati i sigurt që pas këtij mesazhi nuk do të mundet të gjej forcën që të flas me ty, sepse sigurisht do të më urresh, nuk do të duash të më flasësh kur. Por edhe një herë të duhet të them më fal, sepse këtë mesazh e shkruaj jo nga dëshira, por nga detyrimi i vuajtjeve dhe i dhimbjeve që kam në zemër për ty, nëse ke ndjenja. Kupto të vërtetën që e tregon ky mesazh dhe të lutem mos më urrej, të lutem më premto se do të mund të bashkohemi në botën e ëndrave që i kemi përjetuar së bashku. Unë do të vi, atëherë asgjë nuk do të mund ta ndaj. Të lutem mos harro. E ja dhe tërgoj mi lutit të dashurisë pranë varrit tim, dhe pse kam vdekur, unë e djej shikimin. Ama, je mirë ti. Në mua. Që është kjo mo? Edhe pse nuk kam vdekur, për gjithmonë dua që të kem pranë, dhe pse nuk do të ekzistosh. Po të Kastile Një shkruajt e këta po e kështë gati. Për zotin të një shkruajta. Ja, kam bilet tek not. Po ti do që këtë gocën ta çosh në serum, direkt? Tek not, unë po e shkruaja.